Mirëmbrëma miq të Klan Kosovës, po takohemi kështu në episodin më të ri të Orës pas ditës. Kemi përgatitur materiale që prekin muzikën, shihen dhe këshilla të ndryshme për shëndetin, por më në detaje për to mund të informoheni në përmbledhjen në vazhdim. Kush janë antarët e bendit rom që vinë nga Plemetini, çfarë plani për të ardhmen kanë këta djem? A janë femrat në Kosovë, ende të diskriminuara kur bëhet fjalë për prona, kush ka nisur fushat për vetëdijesimin e tyre? Si përgatitet kafe latte, cilat janë shije që i përgatisin në Prince Cafe House? Të gjitha materialet natyrisht do t'i shihni në pjesën tjetër të emisionit dhe natyrisht kuriozitetet na e sjell Angeli në pjesën e parë. Çka pa sot, çka ishin më të përfolurat në për rrjetet sociale? Një lojë që është shumë e famshme në Sony PlayStation dhe në Xbox, tani më del për kompjuter. Është GTA 5, pra Grand Theft Auto, sa i përket lojës është bëhet fjalë për një njerëz që mundesh me shetit në qytet që është pra e ki vetë krijon ti eksperiencën. Po sa reale është grafika, sa reale duket loja, e shohim në video. Ta shohim. Po, sa reali vë duket loja. Sa i përket ka dalë dikur rreth vitit të kaluar edhe u përfolje, u çfarfolje njerëzit mendje s'kan prit me dalë kënë treg kjo lojë, por për shkak që me përjetu se sa reali po duket ose si është ndjenja me lojë diçka gati krejt njëjtë me realitetin. Sa i përket lojë, ka qenë njëra prej lojëve me investimet më të mëdha, më duket 200, jo, se di saktë diku rreth, më duket nër 100 milion dollarë investuar ose më shumë, nuk jam i sigurt, për mu realizu kjo lojë. Edhe është njëra prej lojëve që edhe ka fituar shumë. Pra, jo vetëm që i ka nxjerrë shpenzimet, po ka kalu për tej, dhe tani më po del edhe për kompjuter, kështu që do të vazhdoj të ketë fitime ende më të mëdha, po sa i përket grafikës, kjo është njëra prej grafikave më të mira të realizuar. Çdo herë secilën lojë që po na sjell secila apo është më e mirë se tjetra, më mirë se sa tjetra e realizuar. Tehet reale. Tehet reale. Po enta nuk është vetëm tani se çfarë eksperiencë keni me lojën, po edhe sa reale po duket, ajo po i intrigon njerëzit. Ose edhe të rinjët për me luajtur. Kemi shumë edhe ka statistika që jo shumë njerëz mbi 25 vjet e vazhdojnë me luajtur loja për shkak kvalitetit të lartë që i kanë. Që është diçka që mandej sjell kompanisë fitime dhe nxjerr krejt mundin edhe krejt shpenzimet që i kanë bërë për me realizu. Fillimisht kur e kemi pasur edhe një lojë tjetër që ka qenë me rekord për 500 milion më duket ka qenë kosto. Ashtu, po sa shumë po kanë investime, njerëz të çuditshëm çysh mundën me nxjerr. Realisht çdo njëra prej këtyre lojë nxjerr 2 fishin, se jo vetëm atë sa ka investuar. Cila është tjetra për sot? Tjetra e kemi pas disa herë në emision është Postmodern Jukebox. Është një mini emision shumë interesant në YouTube që gjendet që këngët e reja që po janë shumë të famshme, sikur se kjo që tani që do të këndohet Titanium që është David Guetta, po e kthehen në mënyrë pak më të vjetër jazz. Pra, sipas stilit thuhet se është nga 1904. Do ndikon këto emisione se zakonisht po na tregon që në YouTube e kanë kanalin zyrtar. Realisht vetëm në YouTube është Scott Bradley, quhet pianisti, pra që të kemi të qartë pianisti është roli kryesor. I cili mas pati u duk për shkak të dorës të këngëtarit. Andaj, po sa i përket videos sa e shohim pianisti i mbledh të gjithë. Dhe për shembull këngëtari vendos se cilën këngë me këndu dhe andaj edhe e bëjnë versionin e tyre në jazz, se siç po e ndëgjojmë. Edhe një version shumë i bukur. Sigurisht ka këngëtari shumë zonën e mirë, që është një nga mysafirët më të shpeshtë në këtë emision, është Van Smith quhet. Neve gjithmonë po na pëlqejnë këto versionet që po i realizojnë këta pjesëtarë të bendit me këtë pianist. Po ata që e pëlqejnë zhanrin tjetër të muzikës me siguri nuk janë dakord me neve dyve. Ndoshta, s'di po. Prapë se blem u vlerësu dyja, sigurisht edhe kjo e ka atë vetën. Sidomos
dikur që e pëlqen jazz-in, kjo kish me i konvenu ma shumë. Se mos me pas verzionin. Se cila që po e sjell, po është realizim shumë i mirë. Andaj ka shumë këngë tjera, disa që nuk i kisha ndëgju kur, pra ato që po i di realisht, ato po i vi në emision që ndoshta për tjerë me qenë pak më e qartë se çfarë janë duke bërë këta. Cila është tjetra për sot? Tjetrën e kemi Remi Gajlar, që është shumë i famshëm në botë për videot e rrezikshme që i realizon apo videot qesharake që i realizon. Kësaj herë është një bum i madh është Star Warsi. Ta ka lancuar filmin e Star Warsit të riun që gjithë bota është duke folur për të. Sa i përket Remi Gajlar, ai normal që gjithmonë shfrytëzon një rast të tillë. Dhe po hyn në zyrat e njerëzve dhe po veshet sikur se karakterët e Star Warsit. Kështu që ta shikojmë se çfarë po bën. Sa vide. Se kom pata. Se qiti shokun. Që sa vjetë Remi Gajlar vazhdan me këto videot, jam bo pishe ka dalë YouTube në 2007 apo 2006. Gjithmonë ka pas video nga Remi Gajlar. Tani më në faqen e ti janë videot prej fillimit deri në fund që janë mbi 100. Edhe gjithmonë se cila është ma interesant se tjetra. Ose sikur se kjo, pamë që prej skrinës njerë në zyre, apo edhe në parking ku u tut nga Iku, edhe kjo në fund që nuk e tratoj shokun. Nuk e tratoj, ta nuk e kom pa. Se ka pa, definitivisht. Kemi ende për sot? E kemi edhe një fotograf, Dim Bradshaw. Zakonisht kemi fotografi të bukura, fotografi interesante. Kësaj herë, ky ka marrë plest dhe i ka veshur si atlet. Ka marrë skena të ndryshme nga plaka dhe pleqe, dhe ka realizuar skenat të duken se si... Të duken si teenager, në Si teenager, realisht. I kemi nga këtu skenat me topat basketbolit, i kemi nga skenat ku disa moshuara po wrestling, ndeshën në mes tjetrës. Në mënyrë shumë interesante i ka realizuar skenat, faktikisht nuk janë diçka që si stregon fotografi, nuk janë diçka që është mundu me tregu një kvalitet të fotografisë shumë të lartë, është mundu mi tregu disa skena se si kishin mundi të vjetrit nëse ta kishin mendjen e një adoleshenti apo edhe si do dukeshin duke bërë sportet të ndryshme si më të vjetër. Ti shohim edhe foto tjera? I shohim edhe njëra. Gjithë këtë serinë e fotografive përquan vitet e arta. Vitet e arta, shumë bukra, shumë i sukses, shumë fotografi. Me të vërtetë, e tregon që unë e shijoj mi tregu njerëzve diçka që se kam pa deri më tash, apo me dalë jashtë pak për realitetit, edhe pse po normal që kjo diçka real. Ose me inspiru
më të moshuarit që kohën e tyre me vazhdu sportin. Normal, të na është një shprehje pleqnia gërdia, kështu që do të me realizu të kondërtën, s'po me thonë është. Me qenë i ri ende me mbet në shpirt. Gjithësisht. Faleminderit Angel, shihemi nesër me historiet e reja. Ndërsa ne po i kthehemi historieve vendore, kësaj here do t'ju sjellim rrëfimin e Elsatit dhe Xhemailit, dy djemt të cilët njëri është kitarist dhe tjetri këngëtar, i takojnë komunitetit rom dhe kanë formuar tashmë një band të tyre me anë të cilit këndojnë në 5 gjuhë. E për muzikën dhe zhanrin e tyre kuptojmë në vazhdim. Këngëtar që më pëlqen ma shumë ti Duli, Meda dhe Mëntar Kurtish. Se di ma rosh e di ato jem betu në zotë të toke qem, s'kam më t'lan, tho ishe vas njëher, jen largu, bërë shkur nuk e kam prit, ma ke vra, ma ke djegla shpir. Tek të gjithë romët, muzika Tallava zë vendin e parë, por Ersadi njihet nga të gjithë shokët për këndimin e asaj që konsiderohet si himni rom, këngën Xhelem Xhelem. Baradilem, baktal romenca. Këndimi në 5 gjuhë apo në zhandre të ndryshme ndikoj që të jenë të adhuruar nga banorët vendës. Ki djali që klimate ki Ersadi e kom shok, po kënon shumë mirë, ma mirë se Muharrem Ahmeti. E ka trilera, e ka kret babush, njeri e ri, e ka femra, e ka kret. S'ka qka, na ashtu po gjanojum me muzik, na kena muzik. Qa bën ti? Tarabuk po qaldis. Po, a? A ishtë profi. Profesional për tarabuk. Qa do në qaldis? A di me knu? Jo, me knu kidi. Rumalen shumën, atë kaja gjini, mire stërgjini lavdi. Tradita jonë
është mu bo me muzikë, do me thonë. Shkollë nuk shkojnë a shumë, edhe asë të mirë nuk shkojnë në shkollë, po mirë, por që ta është kohën e mromë, ka njerëz edhe që shkojnë fakultetet që e krynë të na rëmët. Mirë prove që kryesore na për muzikë jena të ledhëm. Edhe pse jemi mësuar që sinti apo saksofoni ta kenë rolin kryesor në përcjelljen e këngëtarëve rom, instrumenti vetëm që përcjell Ersadin është kitara. Unë jam Mustafa Gjemal, pi Plemitinit, kom 25 vjeqar, me muzikë mirëna që 15 vjeqar. Pi fillimit, si djallë, kom po babin që po të qaldis gjymbishit, gitarja, edhe unë kom po pi aji, edhe që tash ju mbo muzikant, që tash po bon muzik, edhe unë jam kompozitor, po bon kongët për Ersadit, edhe po qaldis të gjithë në Hotel Graçanic, me Ersadin bashk. Mburret me zërin e tij, por nuk mund të themi njëjtë edhe për tatuazhet. Që kjo është si përqifi tem që marrovën e krytë lopës, krytë të pakit, 2 pak, edhe emnin tem, këtu njoj gjuhën tonë i bjen budal, dilino, edhe këtë shqiponin me 2 krejna, po mu ka thuj gjilpona. Përkushtimi për muzikën nuk ka të ndalur. Ajo është alternativa e vetme për mbjetesën e këtyre 2 të rinjeve. Pas një pune disa vjeçare, Ersadi dhe Gjemali së shpejti do të lansojnë albumin e tyre të parë. Këta kongë i kam për album, albumi 3, ka hip-hop, pop, janë 10 kongë që dalin CD në shitje, po është puna që e 9 kongë mi ka po për shoke i Gjimi, edhe do t'ja fknaj një kongë për këti tekstit tim. Gili tu che posveti lavala, te lavove tu žnoda, žali lavamare di ver, kit kirjan tu ko bari pen, va kirjan super që musil tu manje. Këta 2 të rinj, me një çmim prej 50 eurosh, bëjnë muzikë për orë të tëra. Si un pastola sardo bigë vlatar saso, me maglju më këna, em cida më latar, em gjavavalle, kuja vera gjumla. Si un pastola sardo bigë vlatar saso, me maglju më këna, em cida më latar, em gjavavalle, kuja vera gjumla. Nëse do shironi të dëgjoni live performancat e këtyre 2 djemve, këtë mund të bëni çdo të diel në Hotel Graçanica. Ndërsa tash është koha të ndohemi për reklama, pas pak kthehemi në studio me këshillat e Anilës për BIM dhe ndikimin e atyre në shëndetin tonë. Jemi rikthyer në studio pas kësaj ndërprerje publicitare dhe si çdo javë dhe kësaj here në studio vjen Anila Mirdita Rexha. Mirë se erdhe Anila. Mirë se u gjeta. Do të vazhdojmë serinë e këshillave për bimët dhe ndikimin e tyre në organizëm. Kësaj here kemi zgjedhur hitrat. Na trego hitrat, çfarë veçantie e kanë? Hitrat i njohim të gjithë, është shumë e lehtë për të gjendur, janë konsideruar edhe si mbretëresha e bimëve, duke qenë se janë shumë pasura me vitamina dhe minerale dhe efektet që kanë në organizëm janë të pashtershme. Në çdo moshë mund përdoret dhe për çfarëdo lloj problemi që gjendet në organizëm, është një bimë që pastron gjakun dhe ka shumë efekte të tjera. Nuk është fare vështirë për të gjendur në natyrë, kryesisht e freskët gjendet në
stinën e pranverës, ndërsa në stinët e tjera mund përdoret në formën e saj të thatë, si çaj, por përdoret edhe në supa apo gjellra të ndryshme. Thaj që i njohim të gjithë, po pak po më duket se i përdorim, krahasuar me efektet që po tregon që quhen edhe mbretëreshe bimëve. Është e vërtet, hithrën të gjithë besoj kanë dëgjuar për hithrën, duke qenë se në vendin tonë kryesisht njihen gatimet e brumit, siç është pitja apo byreku me hitër, por nuk e di ndoshta të gjitha efektet e mira që i ka kjo bimë, duke u nisur që nga shëndeti pra i brendshëm, por edhe lëkura edhe flokët. Cilat janë ndikimet për brenda, të flasim një herë? Nisim me hithrën që nga fëmijëria dhe deri në pleqëri. Është një bimë që mund të përdoret gjatë shtatzanisë. Pra, është aq e sigurt sa këshillohet edhe përpara dhe gjatë shtatzanisë, por edhe pas. Përpara ndikon në tonifikimin pra të organeve gjinitale femërore, gjatë shtatzanisë ndikon në një shëndet shumë të mirë të fetusit dhe pas shtatzanisë ndikon tek nënat e reja për shtimin e qumshit të gjirit. Pra, duke qenë se është që në fillim të jetës, dihet që efektet e saj janë të manitshme, mund të themi të mrekullueshme. Është e mirë për të pastruar gjakun, për dhimbjet e artritit, por gjithashtu dhe për osteoporozën ose dhe problemet që i prekin femrat gjatë menopauzës, siç janë ndryshimet e temperaturës ose dhe problemet të tjera me hormonet dhe përmendëm edhe kockat osteoporozën sepse ka shumë kalcium. Po përmend vazhdimisht femrat, po meshkujt? Mund të përdoret tek meshkujt, është një bimë që ka efekt shumë të mirë tek prostata. Pra, nuk lejon zmadhimin e saj, gjithashtu pengon dhe zhvillimin e kancerit të prostatës. Por jo vetëm kaq, është një bimë, pra që tham, është një mike e rrugëve të zorëve, traktit gastrointestinal, gjithashtu infeksionet urinare, por edhe të veshkave. Preferohet të konsumohet dhe tek personat që kanë dializën. Pra, ata kanë probleme me pastrimin e gjakut, mund të përdoret nga këta persona sepse është një nga bimët më të mira dhe që i vjen në ndihmë këtyre personave. Me çfarë forme përdoret? Normalisht, kur është e freskët, mund të përdoret si supë, thjesht e ziejmë dhe konsumohet edhe lëngu i saj, por edhe gjethet që tashmë janë zbutur. Ndërkohë, në stinët e tjera, ta konsumojmë si çaj, janë gjethet e thara të saj, të cilat pasi përgatiten në formën e çajit, mund të konsumohen. Por, ekzistojnë edhe farat e hithrës, që gjithashtu janë shumë të ushqyeshme, kryesisht për problemet me veshkat, pra përmendëm si infeksionet, gur, rër, ose dhe tek ata që shkojnë në problemet më të mëdha, siç është pra që duhet të bëjnë dializën shumë shpesh. Po gjithashtu farat e hithrës përdoren edhe kundër lodhjes kronike dhe problemet të tjera, pra që janë kryesisht me sistemi nervor, sepse mund të themi që largon atë ren që her pas here mund ta kapi sistemi nervor dhe na shqetëson në ditët tona të punës. Janë këto të gjitha që janë ndikimet e hithrës për brenda, apo ka ende në ndikimet për brenda? Ka, mund të përmendim hithrën shumë e pasur me hekur dhe personat që kanë probleme me anemin i këshillohet ta përdorin çdo ditë, sepse kjo ndikon pra në largimin gradualisht të anemisë. Dhe këtu vjen edhe një shprehje e përdorimit tek shtatzënat, sepse e dim që shpesh kanë probleme me hekurin, por edhe fëmijët shpesh kanë probleme me anemin. Mund të përdorin edhe ata? Është e vërtet, anemia është një problem prezent, mund të themi gati në çdo moshë, pra çdo moshë mund ta preki, duke filluar që nga shtatzanat, por edhe fëmia që lind mund ta ketë atë problem. Tjetër, hithra mund të kuroj dhe ato probleme që nisin me gjakrjedhjen. Mund të shoqërojnë nënat pas shtatzanisë, por edhe problemet që janë në persona të ndryshëm, siç është edhe ai e hemoroideve. Pra, konsumimi herpashershëm i hithrës në forma të ndryshme të saj ndihmon në zvoglimin edhe në mbylljen e plagëve të ndryshme që janë në trup deri tek hemoroidet.
Dërsa dalim tash tek pjesa jashtme e organizmit tonë, shumë shpesh hithra e shoh nëpër produktet kozmetike, sidomos nëpër shampo, a do thotë kjo që ka ndikim të mirë tek flokët? Hithra ka marrë pra atë rëndësinë e saj dhe është përdorur në produkte kozmetike, kryesisht ato të flokëve, kundër rënies flok, për mirëmbajtjen e flokut dhe gjendet në shampo të ndryshëm. Por asnjëherë nuk jemi të sigurt për përqindjen e përmbajtjes së hithrës në një shampo të caktuar, aq më shumë nëse shikojmë që edhe çmimi është më i lirë i shamponit dhe çfarë mund të bëjmë ne për të hequr këto pikpyetje, thjesht e përgatisim vetë ujin e hithrës, pra duke vluar vetëm pak minuta dhe i shplajmë flokët në fund me këtë ujë për të stimuluar rritjen e flokut dhe njëkohësisht për të parandaluar rënjen e flokut, por edhe probleme që mund të jenë në lëkurën e kokës, siç është zboksi ose dhe paraqitja e ndonjë ekzeme. Për të shtuar më shumë vlerat, e përzejmë me pak uthull të mollës egër, atëherë efekti do jetë i mrekullueshëm. Pata dëgjuar që kjo shpërlarje mund të bëhet çdo herë pasi që ne kemi përdorur shampon të ndryshëm, qofshin me hitrën apo jo, për shkak të përmbajtjes së kemikaleve të tyre dhe do ta pengoj depërtimin e tyre në lëkurën e kokës tonë. A është kjo e vërtetë? Është shumë e vërtetë, sepse përveç se do t'i shpëlaj ato kemikale që mund të jenë të pranishme tek larja me shampon, përveç kësaj ajo do t'i mbajë dhe flokët akoma më të fortë dhe do t'i japi gjallëri. Mbas shplarjes me ujin e përgatitur nga hithra, nuk është e nevojshme një shplarje tjetër. Pra duhet që shplarja përfundimtare të mbetet uji i hithrës dhe nuk ka asnjë problem në aromë ose çfarëdolli problemi tjetër gjatë tharjes së flokut. Thjesht floku shumë shpejt do të kthehet gjallëria e tij dhe do të kemi flok më të shëndetshëm. Nëse nuk mundemi pas çdo larje, të paktën një herë në javë ose një herë në 10 ditë, do të ishte mirë që ta aplikojmë apo jo këtë tretman? Patjetër, sa më shpesh më mirë, por minimumi një herë në javë është më së këshilluar nëse duam që floku jon të kthehet shëndeti më shpejt. Ndërsa në lëkurë ka ndikime? Patjetër që nëse konsumohet hithra nga brenda, ato efektet do të shfaqen edhe në lëkurë, duke u pastruar gjaku, duke u pastruar nga toksinat, nga papastërtitë, nga metalet, ajo patjetër që do të shfaqet në një lëkurë më të pastër, por një mënyrë tjetër është edhe kompresat me ujin e hithrës, duke e bërë pra një pambuk të pastër, duke e njomur pak me ujin e freskët pra të hithrës, atëherë aplikojmë në fytyrë dhe kështu do të largohen ato papastërtitë, kryesisht aknet, por pse jo edhe vijat e holla që sapo mund të jenë shfaqur. A ka ndonjë efekt ansor përveç efektit që na djegin duart kur të kapim? Po e vërtet, të preferohet që kur është e freskët të përdoren dorza gjatë mbledhjes së saj, përndryshe efekte ansore nuk njihen për këtë bimë. Është një bimë e sigurt, duke qenë se edhe në shtazani mund të përdoret pa frikë në të gjithë periudhën. E ketë në formën e tharë apo dhe të freskët në dyqan? Në dyqan është gjethja e tharë hithrës, janë farat e hithrës, gjithashtu edhe vaj. Personat që kanë probleme me lëkurën e thatë të flokut dhe njëkohësisht kanë rënje të flokut, mund të përdorin vajin e hithrës, por kjo ndihmon në të gjithë gjatësinë, jo vetëm tek rënja, sepse edhe majat që janë dyfishe i ndihmon pra ky vaj të zbuten këto maja dhe floku të mbetet i njëjtë nga rënja deri në maj, gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e thinjave. Është ky vaj për përdorim vetëm të jashtëm? Po, ky është një vaj vetëm për përdorimin kozmetik, pra për trajtimin të jashtëm të flokut. Anila, do ta tregosh adresën? Adresa në Prishtinë është në rrugën UÇK, mbrapa kafeve të vogla ose përballë pompës së benzinës. Ndërsa në Gjakov është në çarshinë e vogël, shumë pranë Fotos Marubi. Falenderoj shumë për informatat që ndodhe me ne, tashmë e dim që hithrat mund të na bëjnë kogja të mira në organizmin tonë. Është vërtet një mëkat nëse nuk përdoren, është një çmim shumë i lirë për ato veti të mrekullueshme që ka. Falenderoj shumë, do të shihemi të mërkurën e ardhshme sërish. Me shumë kënaqësi. Do ndohemi tash për reklama, pas pak vazhdojmë me storje tjera.
Ja ku jemi rikthy me pjesën e fundit të emisionit, e kësaj here po ju sjellim një temë e cila po përfolet shumë kohëve të fundit në vendin tonë. Është fjala për të drejtat e femrave mbi prona. Këtë tema është përhapur pasi që një nga këngëtarët e Kosovës rrëfeu eksperiencën e saj të lidhur me çështjen e pronave në familjen e saj. Por a janë të diskriminuara në të vërtet femrat në vendin tonë për prona dhe çka duhet të bëjnë ato që mos bien në ndesh me ligjin, do ta kuptojmë në vazhdim. Ligji kërkon regjistrimin në emër të dyve në mënyrë që nesër pastaj mos kemi probleme në sa përket fitimit të pronësisë. Njeriu thënë të zemrës mund ta bësh të lumtur. Ndërsa është fushata për të mirën tonë e organizuar për mbrojtjen e të drejtave të grave, që po mundohen të vëdësojnë shoqërinë për këtë problematik. Buzëqeshjet nuk mungojnë edhe atëherë kur nuk ndjeheni komod. Fushata ku jemi përfshirë ne si koalicion, që është në patronatin e presidentes, po që utiqet edhe prej organizatave të ndryshme, përmban njësër aktivitete, shkullumtime, do të ndryshojnë edhe disa çështje në aspektin ligjor, do të ketë udhësime administrative shtesë që do të lehtësoj që gruaja ta ketë më të lehtë ta ushtrojë këtë drejtë, të jetë pronare. Domethënë kemi nisur aktivitete që do të mbulojnë shumë organizata në Kosovë dhe domethënë në dy anë do të shkojmë te gratë që t'i vëdësojmë për të drejtën e tyre, po të njëjtën kohë edhe do të forcojmë mekanizmat edhe ligjet në Kosovë. Gruaja në rajon, Kosova është mas keqti në këtë fushë. Gruaja nuk posedon tokë, nuk posedon kolateral tjetër. Kryesisht e kemi gruan, si me thonë, edhe të mos e angazhuar edhe në biznes, për shkak se mungon prona në emën e saj. Një prej problemeve kryesore që po haset është mentaliteti i deritanishëm që vajzat të heqin dorë nga pasuria dhe t'u lënë gjithçka vëllezërve të tyre. Çështja e trashëgimisë është një çështje tjetër, që në shumë të rasteve vajzat ose gratë heqin dorë nga trashëgimia. Pra kur hapet procesi i trashëgimisë, atje është një nën që lejohet secilit të deklarohet se dëshiron me trashëgu, është parimi i drejtës civile. Dhe në shumë të rasteve kjo shfrytëzohet. Pra, edhe ndoshta edhe keq përdoret se gratë heqin dorë nga trashëgimia dhe në këtë mënyrë mesin pa e marrë drejtën e pronësisë. Arsyeja mendoj se është shumë ndikuar nga drejta zakonore. S'pari gratë mendojnë të bëjnë një favor ose vajzat të bëjnë një favor vëllezërve dhe kështu që në këtë kuptim heqin dorë nga drejta trashëgimisë, por duhet të kemi parasysh se pasuria e krijuar në familjen e burrit i takon asaj familje i takon burrit dhe quhet pasuri e veçantë, e fituar para martese. Vetëm pasuria e cila krijohet mas fillimit të martesës, ajo është pasuri e përbashkët dhe aty fillon e drejta për të kërkuar pronën. Edhe mirë po heqja dorë nga trashëgimia në këtë kuptim e lën gruan ose vajzën pa pasuri, do të thotë pa pasuritë e saj, që mendoj se do duhej me kërku, do duhej me gjetë forma që ato me kërku. Problemet e trashëgimisë dhe veçanërisht problemet e trashëgimisë grave, duhet të bëhet dallimi nëse kërkesat vijnë nga qytetarët të cilët ju takojnë në zonave urbane ose nga qytetarët të cilët ju takojnë në zonave rurale. Duket që në zonat urbane mund të jetë ndërlidhur mjaft edhe me emancipimin, me edukimin ose me organizimin e familjeve në familje të vogla. Tendence e zonave urbane është se megjithatë kërkesa e grave që të marrin pjesë në trashëgimi është evidente, madje edhe mirëkuptimi familjar që megjithatë gratë janë të barabarta në trashëgimi me burrat është shumë e mirëkuptueshme. Nëse flasim për zonat rurale, duket që megjithatë tendenca është që gratë të heqin dorë nga drejta e tyre në trashëgimi. Sigurisht, nëse flas si jurist, kjo është e drejtë e vullnetshme dhe e zgjedhur nga pjesëmarrësi ose nga zonja ose nga zotëria ose nga trashëgimtarët, që do nga trashëgimtarët.
por me gjitha duke që në zonat rurale më vështirë po depërton ideja që edhe gratë janë të barabarta në gëzimin e këtyre të drejtave me burrat. Në qytete ose në zonat urbane, në rastet më të shpeshta, prona krijohet edhe gjatë jetës e kryfamiljarit ose jetës e familjes. Dhe në këto raste është më e lehtë që kjo pronë të disponohet ose të trashëgohet nga gjithë anëtarët e familjes. Ndërsa në zonat rurale, kur në rastet më të shpeshta problem ose lëndë trashëgimisë është toka ose ajo që është trashëguar nga paraardhësi, duket se është edhe tendencë dhe dëshirë e familjes që mund të jetë e lidhur edhe me të problemet e drejtës zakonore është që megjithatë toka le të shkon vije së trungut të teatrit. Femrat edhe më tutje mbeten të diskriminuara sa i përket pronave që u takojnë me ligj, edhe pse numri i atyre që po kërkojnë të drejtat e tyre është shtuar kohës së fundit, edhe përkundër qëndrimit të traditës tek ne dhe sistemit të drejtësisë të jetë ngadalshëm. Traditat e vjetra duhen shumë kohë për të ndryshuar. Shumë njerëz ende mendojnë se pronat duhet të bëhen vetëm tek meshkujt. Sipas statistikave, më shumë se 79% të pronave në Kosovë janë në emër të meshkujve. Ka një përmirësim, ka një mbisa të dhëna që i dha shoqata Norma në një prezantim, ishte që ka një rritje të kërkesës për ta marrë trashëgimin, por ende kërkohet vetëdijsimi. Kërkohet vetëdijsimi të gjithëve, në gjithë popullatës, jo vetëm femrave, por edhe mashkujve se është drejtë e barabartë e secilit për ta kërkuar drejtën e vet që në këtë rast është prona. Kretë për fund edhe këtë mërkuri kemi lënë recetat që na sjell Prince Coffee House. Kësaj here ata kanë bërë përgatitjen e ofertës së tyre më të re. Do të shohim bashkë se si e përgatitin kafe latte ata në kafe. E tash me çokolate shtojmë espresso. Tash me përgatitim shijen tjetër, ajo është karamel latte. Një qesim qushti, edhe espresso.
65-68 gradë qumshti është ideal për një kafe të mirë. Edhe shija tjetër që kena me përgatit është Christmas latte, që ka kanel edhe ka sirup vanilës.